A e dinim se pastori flet për kapitale dhe për stabilizim ekonomik, sepse gënjeshtra është gjithmonë e qetë dhe varfria nuk bën kurrë zhurmë dhe pastori e dinket dhe e përdor në mënyrën më me mjeshtri. Problemi është se ne na keni dhënë përpara një raport që në fakt është varianti Instagram i realitetit shqiptar. Gjë që do të thotë që shumë larg nga ajo që jeton çdo ditë shqiptari i riu, pensionisti e me radhë. Unë nuk mund ngri pa thënë se Partia Demokratike ka qenë promotori kryesor i integrimit të Shqipërisë në institucionet europiane. Unë e kam për detyrë për të thënë se ka qenë Partia Demokratike, kjo forcë politike, që ka bërë lidhjen e fatit me perëndimin, me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n të këtij vendit. Por integrimi evropian nuk është një slogan, as nuk është thjesht një negocim burokratësh. Është një transformim i thellë i shoqërisë edhe i shtetit. Në fakt, askush nuk mund të ndërtojë një demokraci europiane kur vendi noton në korrupsion. Nuk ka demokraci europiane kur shteti është i kapur. Nuk ka demokraci europiane kur bëhet larja e parave. Dhe kjo me lutje në syrit të pushtetit dhe të majës së tij. Askush nuk mund të ndërtojë dhe as Shqipëria nuk mund të integrohet realisht në Europë duke pasur një ekonomi të deformuar nga oligarkët dhe nga krimi për fat keq. Një shtet të dobësuar nga korrupsioni dhe një shoqëri që humbet çdo ditë të rit e tij. Nuk mund të integrohesh kurrë në Bashkimin Evropian nëse ti bën zgjedhje farsë. Dhe siç thot raporti OSBE-s, nëse ti i kthy në një shtet ku vjen ndarse midis shtetit dhe partisë, është vështirë tërësisht. Europa nuk është kurrë një destinacion gjeografik. Europa është një standard drejtësie, është një standard digniteti njerëzor, është një standard lirie dhe barazie para ligjit. Por në fakt Shqipëria jonë sot jeton një dramë të thellë sociale, zoti pastor, por edhe morale. Një pakicë po pasurohen në mënyrë marramendse, ndërsa shumica njerëzve jetojnë me pasiguri, mes frikës dhe dëshpërimit. Në fakt keni krijuar një realitet të padrejtë, ku luksi ekstrem dhe varfria ekstreme jetojnë krejt afër me njëri tjetrin. Nga njëra anë, kulla, tendera, miliona euro, pastrim parash, oligark të lidhur me pushtetin. Nga ana tjetër, familje që nuk përballojnë dot ushqimet bazë, ilaçet, qiran apo fature. Kullat rriten çdo ditë në fakt, por bashkë me të rritet edhe dëshpërimi. Sipas raporteve ndërkombëtare, mi 40% e familjeve shqiptare rrezikojnë përjashtimin social. Kjo do të thotë që qindra mijëra njerëz ndihen të lënë jashtë ekonomisë, jashtë mundësisë, sigurisht jashtë shpresë. Dhe kjo nuk është krizë ekonomike. Kjo në thelb është krizë njerëzore dhe është krizë morale. Në çdo qytet shet të ri që duan të ikun. Në çdo familje ka dikë që ka marrë rrugën e migrimit. Në çdo tavolinë dëgjon të njëjtën pyetje. Si do ja dalim? Ndërkohë, pushteti sillet si diçka që është normale. Propaganda flet për zhvillim, ndërsa njerëzit ndjejnë çdo ditë varfrinë, padrejtësinë dhe mungesën e shpresës. Një vend nuk matet nga kullat që ngrihen, kurrë. Një vend matet nga mënyra se si njerëzit e zakonshëm jetojnë dite. Matet nga mënyra dhe nga mundësia që njëri ka për të ndërtu jetën këtu në vendin e tij. Matet nga siguria që ka një familje për të nesërmen. Matet sigurisht nga dinjiteti i pensionistit masi ka punu një jetë të tërë. Shqiptarët nuk pyesin sa i gjatë është kryeministri. Ata pyesin pse jeta është bërë kaq e vështirë? Pse fëmijët e tyre largohen? Pse korrupsioni ndjehet në çdo hallk të shtetit
Dhe pse një vend që reklamohet si në zhvillim ka kaq shumë dëshpërim? Vetëm ditët e fundit kemi ngjarje fatale të dy të rive që humbën jetën. E vetmja pyetje që unë doja t'ju bëja Sinan, si gjyshe, a keni menduar ndonjëherë cilat janë arsyet reale që ka kaq dëshpërim në vendin tonë? Nëse keni ju një sukses mi demokracinë, sigurisht që keni vetëm një. Dhe ajo është demokracia.